Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pas daljes nga SPAK ka folur për mediat. Pyetjes nëse ka një fletëthirrje ndaj tij për çështjen e 21 janarit, Berisha ju përgjigj se zbardhja dhe hetimi plot i këtij rasti është në interesin e tij dhe të Partisë Demokratike, sepse demonstrata 21 janarit 2011 sipas tij ishte me agjendë politike për përmbysjen e pushtetit. Berisha u shpreh se nuk gjendet asnjë urdhër i dhënë për Gardën e Republikës për të qelluar, pasi nuk ka pasur asnjë urdhër nga askush. Ai theksoi se Garda ka vepruar sipas ligjit të miratuar nga mazhoranca socialiste para ardhjes së Partisë Demokratike në pushtet aso kohe. Ka asnjë diskutim që hetimi i plot dhe zbardhja e kësaj çështje është interesi më maksimal i Sali Berishës dhe Partisë Demokratike, sepse ajo ishte e qartë një agjendë, ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit me një agjendë politike për mbyshjen e pushtetit. Po, tani, i vetmi urdhër që ka patur është ky. Që Carlo Bolino që mori 4.000 metër katror tokë të familjes Lagami, familjes Begeja dhe familjeve të tjera, e lënë për gjimnaz. Naureda Lagami mori 3 milion euro çka i përkiste familjes vet. Carlo e mori me 1 euro dhe ju paguat 3 milion euro për Carlon që është përblevi Edi Rama. Nuk ka patur absolutisht asnjë urdhër nga askush dhe s'do mund ta gjejnë kur se ka patur një urdhër, sepse s'ka patur urdhër. Garda ka vepruar në përputhje me ligjin dhe vetëm ligjin. Lexojeni ligjin të miratuar nga mazhoranca socialiste para ardhjes sonë në pushtet. Më pas, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha publikoi një dokument të policisë greke që vërteton ekspulsin e lëshuar nga shteti Helen të gjyqtares së lartë Irena Gjoka, për të cilën thotë se ka 5 mbiemra. Sipas tij Gjoka mbrohet nga kreu i SPAK Altin Dumani, KLG-ja dhe ILD-ja me urdhër të kryeministrit Edi Rama. Ikona e kësaj reforme është Irena Maneku Gjoka Spata. Keni pa me 2 mbiemra për grua me 5 mbiemra, nuk kam pa gjë sot përveç kësaj. Një kriminale e dënuar me vendim të formës së prerë të drejtësisë greke për falsifikim të vizës dhe që i ka fshehur vendimin, i cili sipas ligjit dhe kushtetutës së Shqipërisë e ndalon atë të ushtrojë detyrën apo funksionet e magjistratit.